Rreth 20.000 maturant me 20 qershor do t'i nënshtrohen vlerësimit shtetëror. Ministria e Arsimit si rëndom edhe këtë herë ka vendosur që numri maksimal i nxënësve brenda një klase të jetë 15. Këtë radhë në qendër të testimit përpas 3 anëtarëve të komisionit që janë të përcaktuar me ligj, për mbikëqyrje janë shtuar edhe 2 administrues. Fatmir Elezi nga Divizioni për Vlerësim i Ministrisë së Arsimit tha se testi është në fazën finale dhe forma e tij mbetet e njëjtë me atë të vitit të kaluar. Aplikimin nxënësit e bëjnë online, dikun ka një qershori do të fillojë aplikimi për maturë dhe shpërndarja e nxënësve bëhet nëpër salla në mënyrë automatike, domethënë me sistem në Kosova dhe maksimum në një klasë mund të jenë 15 nxënës. Shpesh pyetjet e testit të maturës kanë rrjedhur në rrjete sociale apo edhe forma të tjera. Këtë herë nga masht thonë se kanë marrë masat e duhura për shmangjen e kësaj problematike. Ka pas raste në vitet e kaluara kur administratori e ka marrë telefonin dhe ka lënë mbi bankën e klasë. E kemi bërë qartë që në telefonin klasë nuk të fare dhe nëse një nxënës është me telefon në klasë, ai përjashtohet nga testi edhe nëse nuk e përdor telefonin. Kjo sipas ish-zëvendës ministrit të Arsimit Dugaxhin Popovci, është vështirë e menaxhueshme në rast se nuk shqiptohen dënime. Kopjimi ka me qenë i evitueshëm nëse ndërmerren masa me vendosmëri ndaj shkeljesve. Nëse përsëri kalon si viteve të kaluara pa ndërmarrje të masave që janë shembullore, për cilëve marrin shembuj të tjerë, atëherë me siguri që ka me pas kopjim edhe këtë vit edhe vitet e tjera. Popovci i konsideron disa opsione që do të mund ta evitojnë kopjimin brenda klasave. Të mos jenë nxënësit e një klasës së njëjtë, të cilët njihen me njëri tjetrin, kur fëmijët nuk njihen mes veti, edhe bashkëpunimin mes tyre është më i pakt. E nga ana tjetër natyrisht duhet të ndërmerren masa nga administratorët që të mos ketë ndihmë nga jashtë. Rezultatet për afatin e parë të testit të maturës do të publikohen me 29 qershor, ndërkohë afati i dytë për mbajtjen e testit është data 29 gusht.